Unë edhe njëherë uroj që sa më shpejt të formohet qeveria e Kosovës, sepse është interes i Komitetit Olimpik Kosovës, Sportit Kosovës, sepse e dim që Komiteti Olimpik Kosovës i ka marrë lojrat mesdhetare Prishtina 2030, që shumë shpejt duhet të fillojmë edhe me infrastrukturën sportive, që jemi me vonesë, kështu që pa një qeveri të stabile, nuk është e mundur që të punojmë. Kështu që besoj që sa më shpejt krijohet qeveria, të krijohet presidentja apo presidenti dhe të fillojmë me punët tona të sa na presin. Është një rast historik për Kosovën në lojrat mesdhetare, edhe nuk duhet në asnjë moment që t'i humbësim. Pra, ky është një rast, zgjedhjet janë shumë të rëndësishme për neve dhe besoj që shumë shpejt do të formohet qeveria dhe të vazhdojmë punën. Unë mendoj që është e domosdoshme dhe është patjetër që duhet të realizohen, sepse kemi dhënë garancionin shtetëror që ato të ndërtohen, sepse pa ndërtimin e infrastrukturës sportive, pa stadionin kombëtar dhe pa gjithë ato të cilat i kemi premtuar, është e pamundur që të marrin lojrat mesdhetare. Humbja e lojrave mesdhetare është një humbje e një pjesë të pavarësisë së shtetit tonë, kështu që nuk guxojmë të rrezikojmë në asnjë moment. Edhe nuk besoj që asnjë parti apo individ ka qëllime të tilla, po kjo lyp një unitet, një bashkim që vetëm së bashku mund të arrijmë qëllimet të cilën e synojmë.